Izet Megjidi thot që Ali Ahmeti për shkak të rezultatit zgjedhor duhet të pensionohet. A ka një tekst ose a lën të kuptohet që mbase ka një plan që ai të rikthehet në BDI? Sepse është diskutuar, ka pas, nuk e di nëse kanë qenë nivelin edhe thashë themave, realisht ka pas planet të tilla, por që është diskutuar. Nëse doni më sinqerisht, unë do doja që gjenerata e Zotriut të vinë në krye të BDI-s. Mjaft ma, ata leninistët që na erdhën nga Zvicra, mjaft ma, me vërtet mjaft është 20 vjetë. 20 vjetë mos ngesh. Edhe problemi i Zotriut që e drejton Akina ditë cili është. Shini, në politik nuk është gjithaq mjeshtri të bësh i pari. Është mjeshtri të lexosh kohën kur duhet të tërhiqesh. Nëse vonohesh një ditë, ti kur mas mund të kesh atë autoritet që e ke pas fillim. Unë nuk mund t'ja mohoj zotive që e ban konfliktin e 2001-shës atë vetarin. S'mund t'ja mohoj atë që ata fliuar rinin për të mirët, që thatë ju ka luftuar dikush për të mirën e shqiptarëve. Ata kanë luftuar për të mirën e shqiptarëve, jo unë. Sepse ata fliuar rinin e vetë në Zvicër, duke u maltretuar, duke i ndjekur policia. Mirë po çfarë ata pastaj harruan? Ata me të vërtet harruan diçka, që lufta të ban hero, që duhet gjithë të ndërtojnë përmendore. Po lufta nuk të ban politikan të mirë edhe akademik. Edhe ata menduan se, edhe pastaj, pse u ban ata nga pak edhe të lodhshëm, edhe të bezdisshëm. Çdo kritik që ti u thoi, ata të nxirrshin përpara UÇK-n. Edhe luftën, gjakun e dëshmorëve. Apo ti thoi shiqo, unë të trajtoj tashti si politikan. Unë nuk ta mohoj gjithë atë adhetarin që e ke bë, që do të përkulem gjithmonë, se është diçka vlerë që unë nuk mundem me adhetarit bajgara me ata. Sa ata, kur unë kam jetuar këtu sa do pak mirë, ato kanë vujtur, gjithë ata që unë i quj, që ishin nxanës, po ishin luftarë të Enver Hoxhës, edhe kjo është fakt, po kjo s'do të thotë kur gja. Se në atë kohë s'kishin zgjidhje tjetër. Edhe nuk di ku i shërbenin. Çdo gjë ka ndodhur. Mirë po e kanë pas një ideal. E kanë pas shqiptarinë të parën. Shqiptarinë e kanë pas të parën, edhe duke qenë të tillë, edhe të tillë. Edhe unë, mirë po çfarë u bën? Ata kur erdhën në Maqedoni, filluan të sillen, tashti është e rëndë si mercenar. Që ne tashti fliuem shumë për ju, tashti ne do duhet ta marrim që fatura është kjo, edhe ne 20 vite do duhet ne të vendosim këtu. Ne do vendosim kush do bëhet rektori i universitetit, ne do vendosim kush do bëhet shkrimtar,